Porosi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salam me këtë porosi na bën me dije se besimtari më shumë duhet të punojë sesa të bëjë pyetje e të polemizojë. Prej Ebu Hurejres radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: E kam dëgjuar pejgamberin alayhi salam duke thënë: Nga gjërat që ju kam ndaluar, largohuni. Gjërat që ju kam porositur, zbatojeni sa të keni mundësi. Ata që ishin para jush, u zhdukën sepse bënin shumë pyetje dhe kundërshtonin pejgamberët e vet. Transmeton Buhariu dhe Muslimi.